Ne po studiojmë debatet, negativitetin dhe pozitivitetin tematikat e tyre. Të dhënat paraprake janë një egërsi dhe armiqësi e papar ndaj qytetarëve shqiptar dhe opozitës. Analiza e debateve dhe e lajmeve së bashku dëshmon se mediat e kontrolluara nga qeveria kanë shkatruar kontratën themelore të njeriut me shoqërinë. Kontrata më themelore e njeriut me shoqërinë është kontrata e gjuhës, e fjalës dhe kuptimit të fjalës. E fjalës dhe kuptimit të fjalës. Sot, ajo që quhet censur, por Edi Ramën dhe mediat që në seriale transmetojnë dhe nuk e verifikojnë, është anticensur. Sot, në qoftë se hymë në tematikat, ajo që është forma më e lartë e demokracisë, forma më e lartë e përfaqësimit, dhe ajo është demokracia direkte, apo referendare, demonizohet nga mediat e qeverisë si procedurë totalitare, si procedurë autoritare. A ka korrupsion më të madh të fjalës, referendum dhe demokraci direkte se sa kjo? Nuk ka. Përmbysje të kuptimit të tyre, dhe këte bëjnë mediat. Pse ndalem këtu? Ndalem këtu prap, jam ndalë dhe do ndalem vazhdimisht, tek e keqja banale. Sepse mediat e kontrolluar nga qeveria janë përçues, përhapës më kryesor, më të papërgjegjshëm të keqes banale. Ato, në mënyrën më të verbër, shkatrojnë kontratën themelore të njeriut me kombin e tij, që është kontrata e gjuhës. Fjala dhe kuptimi i saj. Ato marrin përsipër ta zhveshin fjalën nga kuptimi totalisht dhe të paraqesin të kundërtën e saj. Është një situatë dramatike me të cilën Partia Demokratike do përballet me vendosmërinë më të madhe. Partia Demokratike beson se gazetarët në tërësinë e tyre nuk do donin të pajtoheshin kurrë me një situatë të tillë. Jo. Nuk do donin kur të përdorin profesionin e tyre në funksion të një grushti mafiozësh që s'kan princip, ligj as kushtetut dhe i shnojnë mediat e tyre në hanxar të fjalës së lirë dhe të vërtetave. Por, ne do vazhdojmë këtë betejë. Urdhroni, ja ku i keni faktet. Po të hymë tek studiot, del absolutisht mbi 90%
sulmi, shpifja, trillimi ndaj opozitës, manipulimi ndaj opozitës. Ju falënderoj.